Në një ditë të mbushur me simbolik kombëtare, kur flamuri valon më krenar se kurrë dhe gjuha jon feston rrugtimin e saj të shenjtë, sot ndalemi për t'i dhënë vend nderi një njeriu që me vargjet e tij ka ditur të prek shpirtin e lexuesit. Në këtë 72 vjetor të lindjes së tij, miku ynë na e dhuron gëzimin e 2 librave të rinj me poezi, 2 faqe të reja të historisë së tij artistike, 2 gurë të çmuar që i shtohen trashëgimisë son letrare. Ky argumentim është një udhëtim përmes viteve të jetës, frymëzimit dhe pasionit të tij, por edhe një feste të shpirtit shqiptar që në këto ditë të flamurit të alfabetit nderohet një penë që ka ndriçuar mendje dhe zemra. Sot ne nuk shënojmë vetëm botimin e 2 librave, por kremtojmë një jetë të tërë krijimtarie të poetit Abdullah Troshupa, i cili me dashuri dhe miqësi të pandalshme sjell emocione në kohë. Sa na bën krenar dhe autori jo rastisht e ka zgjedhë këtë datë, këtë muaj për të bërë promovimin e librave të radhës. Ne në emër të institucionit e falenderojmë autorin Abdullah Troshupa edhe për këtë seri të librave të tij. E falenderojmë për aktivitetin që ka bërë në vendinjen e tij, në komunën e tij. E falenderojmë edhe për kontributin që e bën tash dhe sigurisht e falenderojmë që pikërisht e ka zgjedhur vendinjen e tij për ta bërë urimin e librave të radhës. Urime për urimin e librave zoti Abdullah Troshupa. Ju falenderoj shumë, shëndet inshallah të urime festat e mentorit. Troshupa me përvojën e gjatë si mësimdhënës dhe me një bagazh të pasur krijues, i rikthehet botës së fëmijërisë me një ndjeshmëri të rrallë. Poezitë e tij janë të thjeshta në gjuhë, por të thella në mesazh. Ato flasin me gjuhën e fëmijëve, por bartin mençurinë e brezave. Në vargjet e tij lexuesi i vogël takon botën e pafajshme, plot ngjyra, nipin që del në peshkim, fëmijët që luajnë në kopsht, hapat e parë drejt shkollës apo zogj që fluturojnë në qiellin e lirë. Çdo poezi është një dritare e hapur ku fëmijët e gjejnë veten, emocionet dhe ëndrat e tyre. Gjurmëve të fëmijërisë. Kjo poezi është një kthim poetik në kujtimet e fëmijërisë. Autori udhëton drejt vendlindjes shpirtërore, aty ku ka lënë rinin, lojrat dhe ëndrat. Përmes figurave si qielli që më fliste apo shtëpia ime si një zog, poeti shpalos mallin për një kohë të shkuar që nuk shuhet kurrë. Motivet kryesore: fëmijëria, kujtesa, shoqëria, lidhja me vendlindjen. Eca gjurmëve të fëmijërisë, atje ku dikur ruaja bagëtin, në qiellin që më fliste, me zëra të rinisë. Kjo poezi mbart nostalgjin, një përqafim në mes të botës, për çën mesazhin e paqes dhe dashurisë së pastër. Stili është rrëfimtar, por i pasuruar me figura poetike, ku çdo kujtim kthehet në emocion të gjallë. Poezia është mbyllur me imazhin e një fotografie të ruaj si dritë për jetë. Është një metaforë e fuqishme për përjetësimin e kujtimeve. Një vend të veçantë zë raporti i dashurisë dhe respektit për gjyshin, ester gjyshin, për nënën, për mësuesin, duke lënë libri një udhërrëfyes të natyrshëm të vlerave njerëzore dhe familjare. Letër gjyshit nga mërgimi është poezi e mallëngjimit dhe kujtesës. Pra, një poezi mallëngjyese e shkruar si letër drejtuar gjyshit nga larg. Tema e mërgimit përzihet me kujtimet familjare e traditën, duke e bërë poezin një dëshmi të lidhjes së fortë brezore. Motivet kryesore: malli për gjyshin, mërgimi, kujtimi vendlindjes, dashuria familjare. Simbolika është shumë e qartë. Gjyshi është qielli që ngro, dielli që ngro, zëri i këshillës pa interes, ndërsa sofra dhe aroma e bukës bëhen elemente të kujtesës kolektive. Poezia përçon një dhimbje të butë, por edhe shpresën për rikthim dhe ribashkim. Gjyshi dashur, nga larg po të shkruaj, me zemrën plot mall, me shpirt të thëras. Këtu ku jam, larg në vend të huaj, më mungon fjala jote, kur më këshilloje dikur. Në aspektin emocional, kjo poezi është më e fuqishmja, sepse lidhet drejt për drejt me mallin e mërgjimtarit. Përmes figurave poetike të natyrës, së diellit, hënës, lumit, zogjve dhe stinëve, autori arrin të ndërthur botën reale me atë të imagjinatës fëmijërore, duke krijuar një univers poetik që i mbetet gjatë kujtesës së lexuesit. Fluturojnë pulbardhat,
Një poezi e shkurtër, por e ngjeshur me imazhe të bukura. Bulbardat shndrohen në simbole të lirisë, bardhësisë dhe shpirtit të pastër. Struktura është e thjeshtë, me vargje të shkurtra dhe ritëm të lirë që japin ndjesinë e lëvizjes dhe fluturimit. Një dëshmi poetike për atë dhe dashurin. Abdullah Troshupa. Adheu nuk është veç tokë, poezi e botuar nga shtëpia botuese Lena Graphic 2025. E jam shumë e privilegjuar që mu dha rasti të jem redaktore e librit me poezi Adheu nuk është veç tokë, i autorit Abdullah Troshupa. E librin, pasi e lexova dhe e rilexova, u binda se autori Abdullah Troshupa ka kuptuar drejt jetën e atë dashurisë shqiptare dikur dhe tash. Kështu që me një angazhim të madh, ai ju ka rrek kësaj pune. Para se të flasim për brendin e librit dhe të hyjmë në anën e mbrëmshme të shkrimit, le të flasim për çështjet të përgjithshme. Abdullah Troshupa tashmë nuk është emër i panjohur. Ai ka një përvojë krijuese të vlefshme. Me shkrime ka filluar të merrej qysh në bankat shkollore, ka botuar vepra të zhanreve të ndryshme, ka botuar poezi, drama, monografi, si dhe shkrime publicistike. Kur flasim për Abdullah Troshupën, me plot të drejtë mund të themi se ai në këtë përmbledhje i mblodhi disa poezi ku i ndau në 4 cikle. Adheu nuk është veç tokë, dashuria në shikim të parë, me duar drite shëron plag, lot në fletët e motit. Dhe këtu kemi 2 libra, pra gjurmeve të fëmijërish, i kujton ato momente edhe, këtu bile madje për ta lëkuar këto ka vu një fotografi që kur ka qenë ria, po? Dhe tani është më i vjetër, është gjyshtash. Dhe të tjetër, po si gjysht, e ka titullin Adheu nuk është veç tokë. Adheu është edhe kujtesa dhe historia edhe liria, edhe trashëgimia jonë, edhe luftarët, edhe antika dhe populli. Populli është sotmi, kurse fjala kopë, kur themi kopë, një do më thoni pak ma gjanë se popull. Gjithmonë përshin kaluar, gjithmonë përshin atë që është trashëgimi shpirtëror dhe historike. Dhe shkrimtari na thonë që nuk duhet të harrojmë kaluarën dhe nuk duhet të harrojmë as të tashmen. Që ti shërbejmë më mirë edhe tashmë se tashmë. Këtu, por nuk po lexoj kumtesin këtu që flet diçka tjetër, po veçoj një poezi nga e kaluara, e ka Dardanis i lire. E dini kush është quhet Dardani, fëmija? Është quhetër Kosova dikon antik dhe është emër i pëlqyeshëm edhe për sot. Për shkak se autori na thotë pas që ne jemi ata autokton këtu dhe tjerë janë ata që kanë ardhur të argësa. Shumë përkul kur asnjë regjimi. Tokë e gurit, shpirti pathyeshëm. Gjithmonë lindi bi që flijuan vetëm, për të shkruar emrin tënë lirinë për shekull. Në praktën e shekullu të razuan tokat, me frymë gjaku, gjithë historia, në përkazin legendar, zëri o që kësë u bë kushtrim. Adem Jashari, guri shenjë themele me gjakun e ti, la të shkruar një betim. Liria nuk dhorohet. Ajo merret me jetë. Një zën nga thellësitë e kohës, si kur vim nga malët e Drënjicës, më thonë me malë, e jam vizitor të shëntërit të lirisë. Pra, shqiptarit gjithmonë ka parasysh të kaluarën, ka parasysh sakrificat, trashëgimin, po edhe fëmijë të cilët janë krenarë që jetë në Kosovën e lirë dhe krenarë që shkojnë ti ta vizitojnë prekazin legendar. Dhe këto vëllime ka edhe këtë poezi tjera përkushtimore, që i kushton edhe shkrimtarëve, edhe luftëtarëve, edhe
miqve edhe njerëzve penës e tjerë. Dhe vëllimi tjetër që e thamë që është gjurmë të fëmiris, po ashtu evokon kaluar, evokon fëmirin, evokon motivet e dikushme, por gjithmonë i ballafaqon dy punë, kaluarën që ishte dhepshme me sakrifica dhe të sotme që është e lirë, e gëzuar, në Kosovën e lirë, në shkollën tuaj të lirë, dhe prandaj edhe shkrimtari këtu ju drejtohet fëmijëve. E ka një poezi që e bën titull Me ty rritem Kosovë. Fëmijë, me ty rritem Kosovë. Edhe ju një krenar sot që këto emblema që po i buam sot me në formë shqiponës me zemra, është ajo që e kemi edhe Kosovën zemra, flamurin zemra dhe historinë zemra. Prandaj po lexojmë këtë poezi të bukur. Me pak fjalë, të shohim pak vargje. Me ty rritem Kosovë, po lëshohin shtatë. Për ty këndojmë ditë e natë. Kosovë, me ty jemi krenarë. Fort të duam me shpirt parë. Me mësuese prekazin vizituam, për vitojnë e lingjës e festuam. Edhe vazhdojnë pastaj edhe me Adem Jasharin, me Prezateri, me Skënderbeu, që kërëherën e legendarë të historisë sonë e tjerë. Në mesin e juaj, sot e bëj përmërimin e këtyre dy librave në prezencën e themeleve të fëmërijës sime, ku kam filluar alfabetin shqip këtu të mësoj dhe më erdhi mundësia që para jush edhe librat të promovoj para jush. Nuk për i përmeni me emën të gjithë juve që se mund të kaloj dikën, por fillimisht për libra nuk kam që ka flasë, por dua të falenderoj posaçërisht drejtorin e shkollës që ka marrë këtë iniciativë, ka bërë një privilegj të jashtëzakonshme për mua, po sigurisht edhe për shkollën, por dua t'ju falenderoj edhe mësimdhënësve, si dhe nxënësve të kësaj shkolle, por edhe juve të nderuar miq, poet, kritik dhe shok të me që kemi kaluar fëmijën tonë. Gëzohem edhe njerë, ja, konkretisht, pak më parë e takova fëmijën që mu prezentua, kur në fushat të ribarit, rastisht, ju më takua dhe më përqafu me ata që e kam lënë titullin e librit Gjurmët e fëmijës. Prandaj, nuk kam tjetër që ka thëmë, edhe njerë ju falenderoj të gjithve për pjesëmarrjen. Një ambient sa festiv dhe emotiv mbretëroi kur ata të cilëve ju është përkushtuar me krijimtarinë e tij i dhuruan buqeta lulesh autorit të dy librave Abdullah Troshupa, ndërsa miq të autorit e përgëzojnë për krijimtarinë e tij duke i dëshiruar dhe uruar shëndet dhe botime të reja. Sa i përket Abdullahut, me këtë rast së pari i dëshiroj ditëlindjen edhe të ta festoj të përballemi me gjitha vështërsitë e kësaj jete, ta shtyjmë jetën deri në 100-tet të bëjmë krijimtari. Aq sa kemi mundësi. Sa i përket Abdullahut, si autor i librave, kam pas fat që 10 vite ta njohate, të shoqërohemi, të shkëmbejmë mendimet tona letrare mes ne të dyve. Prandaj nuk është e rastit që veprimtarinë e Abdullahut të mos e njoh. Prandaj gjitha librat e shkruara nga Abdullahu i kam lexuar të tëra dhe i kam analizuar në detale. Abdullahu faktikisht është një shkrimtar advetar i advehut që mundohet advehun të qetë në rend të parë të shkrimeve të tija që duhet
si do qoftë të respektohen ato fjalët thënat e tia, fjalët të urta, fjalët me mesazhe që për të rritë duhet të manifestohen. Sot ishte një ditë e veçantë që në përvjetorin e shkollës, përvjetorin e autorit, përvjetorin e flamurit edhe përvjetorin e alfabetit të festohet në këtë shkollë të vendlindjes së Abdullahut. Një mirënjohje e veçantë shkon edhe në te organizatorët e kësaj shkolle, veçanërisht të drejtorit të shkollës. Është një kënaqësi, faktikisht ishte një kënaqësi e ime që mora pjesë në këtë promovim të librave. Me një fjalë, organizatorëve të kësaj shkolle, ju dëshiroj suksese të mëtejshme për këtë shkollë. Derë dhe privilegj për shkollën tonë, për nxënësit të shkollës sonë dhe gjithë komunitetin që autori Abdullah Troshupa, vendasi yni, ka bërë promovimin e 2 librave të tij, Atë dheu nuk është veç tokë dhe Rrugët e Fëmirisë, të cilën ka bërë promovimin në prag të festave të nëntorit dhe përkatëzim me rastin e ditës së tij. Për ne është derë dhe privilegj thashë një herë, dhe ky autor do të thotë ka dhënë një kontribut të shmuar në fushën e letërsisë, shkrimit, monografisë për shkollën tonë, për fshatin tonë, por të njëjtën kohë ka dhënë një donacion mbi 300 tituj të ndryshëm të librave për bibliotekën e shkollës. Për atë jemi shumë mirënjohës dhe kemi ndje obligim moral dhe ligjor që ta mbështesim të bëjmë promovimin në objektet e shkollës sonë të re. Këtë është një shembull i mirë dhe është një mundësi e mirë për gjithë stafin edhe nxënësit, se jo të gjithë nxënësit kanë mundësi të marrin pjesë në promovimin të librave të cilat marrin për qytete. Kjo është një mundësi e mirë nxënësve që në shkollën e tyre të bëhet kjo promovim i këtyre librave. Jo me pak emocione, autori i 2 librave të promovuar Abdullah Troshupa nënvizon që në ditëlindjen e 72 në vendlindjen e tij kishte shfaq dëshirë që të promovon librat, ndërsa e veçanta qëndron se kjo u realizua në shkollën ku kishte mësuar ABC-n. Për çështjen pse kam vepruar në këtë mënyrë, është inspirimi im kur e botova librin Gjurmët e Fëmirisë. E këto gjurmë të fëmirisë pata dëshirë që në periudhën 54 vjeçare që më largu nga ky vend, nga ky fshat, nga kjo shkollë që e kom përfundu klasën e 8, pata dëshirë që të bëj një promovim të tillë, për arsye se edhe librin e titullova Gjurmët e Fëmirisë, të kujtoj gjurmët e mia dhe të lë gjurmë edhe më të tjerë në shkollën time. Derisa ky synim është përmbush, ishin edhe disa dromca tjera të cilat e begatuan këtë ditë festive. Sa e zbukuruani miqtë tuaj këtë fest? Unë të miqtë e mi ndjeva veten shumë të privilegjuar, se morën pjesë një bukur një numër prej tyre, që më kanë respektuar veçanërisht, dhe ky respektim i tyre mua vetëm çka ma kanë shtuar inspirimin për të ardhmen. Ju inkurajojnë? Po sigurisht po. Megjithatë ishte një më emocionalja. Nipat e tu, me një tu flule, gjithë familja ishin pranteje. Janë ata, ajo hallka esenciale dhe më fuqishmja për të arritur atë tuaja deri tani? Kjo ishte kënaqësia më e madhe, kur nipat e mi morën pjesë në këtë promovim, që për herë do të më kujtojnë sa të janë gjallë dhe do të dinë çka flasin për jetën time. Dhe sigurisht edhe ju ka dhënë shkas të shkruani poezi dhe libra tjera? Po gjithsesi, e sidomos unë po thoja me letërsi për fëmijë, më tepër u kushtoj fëmijëve, e në këtë rast nipave të mi. Në përgjithësi, për nipa, për mbesa, jam i inspiruar dhe gjej veten aty në botën e tyre. Sonte fjalët marrin frymë ndryshe. Drita shuhet ngadalë.
dhe në këtë qetësi ngrihet një zëri i poetit që për më shumë se 7 dekada ka ditur t'i kthejnë ndjenjat në vargje, dhimbje në art, kujtimet në këngë. Në 72 vitet e tij, ai ishte jo vetëm krijues, por rrëfimtar i shpirtit shqiptar. Ai që ka ditur të gjejë dritë edhe atje ku bota dukej e fikur. Sot në këtë mbrëmje të mbushur me emocione, në festën e flamurit dhe alfabetit, nderohet poeti që jetoi me fjalën, që e deshi gjuhën si shtëpinë e vet, që e rrëfej jetën me sinqeritet, me pasion, me shpirt. 2 libra që na dhuron në këtë ditëlindje nuk janë vetëm poezi, janë pjesë e zemrës së tij, janë hapat e tij në përkohë, rënkimet dhe gëzime që ne i kemi ndjerë bashkë me të. Secili varg është një frymëmarrje, secila strofë është një kujtim, secili libër është një dritë. Sonte nuk ishte thjesht një promovim, por një jetë e shkruar me përkushtim e dashuri, një shpirt që flet përmes fjalëve, një ditë që ngre zemrën dhe morrnicat. Është ky njeriu i letrave shqipe Abdullah Troshupa.